Në Tiranë u mbajt Komiteti i Politikës së Jashtme të Internacionales Socialiste. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka mundësi reale për të hyrë në Bashkimin Evropian. Rama theksoi se integrimi është një punë e vështirë dhe sipas Ramës po arrihet në mënyrë të suksesshme transferimi i kuadrit ligjor i BE-s në kuadrin ligjor shqiptar. Kreu i qeverisë u shpreh se janë bërë shumë punë për negociatat, ndërsa shtoi se kjo është koha dhe momenti dhe shansi i duhur për të hyrë në BE. Dhe për të përmbusur misionin që kemi marrë me shumë seriozitet që nga dita e parë për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian e për t'i dhënë fund më së fundi një historie të gjatë marginalizimi, diskriminimi e gjithçkaje tjetër që mund të shtoni vetë. Jemi bekuar që kemi lindur në zemër të Evropës, por po kështu, në të njëjtën kohë, kemi qenë të mallkuar, sepse kemi qenë të izoluar e çkëputur nga Europa dhe nga rrugtimi drejt Europës për një kohë kaq të gjatë. Është koha jonë tashmë, është momenti ynë, është shansi ynë, është mundësia jonë e madhe për ta përfunduar këtë punë dhe për të nxjerrë maksimumin e këtij shansi të jashtëzakonshëm që na paraqitet si një mundësi mjaft faktike për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Që kur dolëm nga maksi i diktaturës komuniste, kjo është era e parë që shohim një mundësi reale për të bashkuar me Bashkimin Evropian dhe që është tani. Yjet janë në drejtimin e duhur, yjet tanë, yjet e BE-s. Ndoshta jo për të njëjtat arsye, por çka është e rëndësishme është që yjet janë të raditura si duhet dhe ne mund të hedhim hapin. Duke u ndalur te reforma në drejtësi, kreu i qeverisë tha se personazhe të fuqishëm po japin llogari, megjithëse shtoi se nuk është gjë e mirë nga ana njerëzore që të shohë njerëz që i njeh të dalin para ligjit. Në fund, kreu i qeverisë përmendi faktin se nuk ka investime për të edukuar të rinjt për politikën. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të lartë të Internacionales Socialiste dhe partive si motra evropiane, me fokus të veçantë mbi vizionin PS 2030.